Në 10 bloqe banimi në qytetin bregdetar të Vlorës mungojnë stolat shlodhës. Pranë pallateve disa katëshe bloqeve të banimit në të cilat jetojnë me qindra familje, çdo ditë nuk ka stola shlodhës. Nëse banorët kërkojnë të kalojnë kohën e lirë duke qëndruar poshtë godinave të banimit apo në lagje se ku jetojnë, nuk e kanë këtë mundësi. Madje nuk e kanë këtë mundësi as të moshuarit të cilët kërkojnë të kalojnë pak momente shlodhëse. Kjo për shkak se në shumë bloqe banimi nuk ka stola. Por pavarësisht se numri i stolave shlodhës të cilët janë në bloqet e banimit është tepër minimal, edhe ata pak që janë vendosur brenda një kohe fare të shkurtër kanë rënë prej dëmtimeve të shumta. Stola këta që janë dëmtuar totalisht nga mungesa e kulturës dhe papërgjegjshmërisë qytetare, e cila çdo ditë dhe më tepër po shkatëron veprat publike të qytetit. Dëmtohen edhe ato pjesë të veprave publike prej druri për të cilat nuk ka asnjë motiv pse ti dëmtosh. Në lagjen Rilindja të qytetit bregdetar të Vlorës mund ta evidentosh fare lehtë këtë situatë. 3 stola shlodhës të cilët janë vendosur aty brenda një kohe fare të shkurtër janë dëmtuar duke dalë totalisht jashtë funksionit. Është dashur ndërhyrja e banorëve të zonës për ta bërë të mundur që stolat që janë vendosur aty ende të funksionojnë. Mungesa e stolave shlodhës, por edhe përpjekja e banorëve të zonës për vendosje në funksionim të tyre, takohen edhe në bloqe të tjera banimi në qytet. Disa madje i kanë ideuar stolat edhe me gur apo punime hekuri vetëm për të patur një vend ku mund të ulen dhe të shlodhen. Banorët e zonës kanë qenë ata të cilët me iniciativë personale kanë nisur të rregullojnë sa të mundin stolat në bllokun e tyre të banimit. Këta stola i kanë rregulluar me mjete rrethanore, ata kanë përdorur drasa të vjetëruara duke i lidhur me tel, vetëm të kenë mundësinë për të ulur. Kjo gjë sigurisht ka ardhur edhe pas shumë kërkesave që banorët kanë bërë drejtuar institucioneve për zëvendësimin e stolave apo shtimin e numrit të tyre. Prej banorëve të zonës kërkohet që të ketë më tepër stola shlodhës. Është një kërkesë kjo jo vetëm e banorëve të lagjes së Rilindja, por e shumë bloqeve të banimit që këto stola mungojnë sot. Kërkohet kjo gjë për shkak se shumica prej banorëve janë të moshës së tretë për të patur një vend se ku mund të ulen, se ku mund të kalojnë kohën e lirë.